Mes emocionesh të mëdha në Shkodër, projekti Jalboz solli në skenën e teatrit Migjeni një ndërthurje unike të muzikës tradicionale shqiptare me jazzin dhe improvizimin bashkëkohor. Ky udhtim muzikor i rrallë në kuadër të javës europiane erdhi i kuruar me ndjeshmëri nga Rona Nishliu dhe pianisti Gent Rushi. Artistja e njohur solli për publikun shkodran disa nga këngët tradicionale në variantin e përpunuar të muzikës jazz. Unë kam punuar në muzikë gjithmonë sipas ndjesive të mia, kam dashur gjithmonë që të jem shumë besnike ndaj dëshirave të mia, meqense muzika për mua nuk ka qenë asnjëherë një profesion primar, prandaj kam dashur që përmes muzikës të jem 100% unë dhe kam dashur të jem e vërtet plotësisht për publikun, prandaj unë jam ndjek kështu për gjithë këto kohë dhe prandaj këtë kam ofruar për audiencën. Si një nga artistët që e ka prekur magjinë e Eurovisionit duke dhënë Shqipërisë renditjen më të mirë historike, Rona Nishliu vlerëson prezantimin dinjitoz në edicionin e fundit me grupin Shkodra Elektronike. Festivali RTS mbetet festivali më i dashur për mua, më i dashur absolutisht. Për sa i përket Shkodrës Elektronike, kam vetëm vlerësim pozitiv, mendoj që kanë shkëlqyer në skenën e madhe. Ajo skenë nuk është e thjeshtë sepse njerëzve ju duket e lehtë votimi politik etj, po për artistin nuk është shumë e thjeshtë. Me një karrierë që ndërthuar suksesin personal me përkushtimin ndaj kulturës kombëtare, Rona Nishliu mbetet një zë që i flet me emocion publikut brenda dhe jashtë vendit. Pas Shkodrës, rrugtimin do të vijojë në Korçë dhe Tiranë.